Entela ka kohë që merret me këtë pjesë, por nxitja kryesore ishte e familjes, që ajo të hithe dhe në telajo, dhe në foto, dhe me korniza, dhe t'i ekspozonte. Kështu që mund të them ka një 5 vjeçar, po ndërkohë që ka dalë, ka 2 vjetë, që kur filloi të merrte pjesë në festivalin e Vlorës që u bë për fotografinë. Jam shumë e lumtur që kam arritur ta njoh dhe është një person shumë pozitiv dhe gjithashtu artiste në ngritje. I pëlqen fotografia dhe ka me shumë pasion. Më shumë ka natyrat e qeta. Udhëtimet që ne bëjmë zakonisht fundjavave, të gjitha qytetet e Shqipërisë janë pjesë të reliefit, janë pjesë të detit, janë pjesë të liqenit. Këto i pëlqen, dhe pse ka guxuar për shembull të marrë ndërtesa, të marrë kishat e këto, i merr thjesht se mund t'i duhen në një kohë të dytë, por pasionin dhe dëshirën atje ku ajo ka talentin, do vetëm peizazhin. Pasioni im është piktura dhe jam përfaqësuar me disa piktura të mia, kryesisht peizazh. Janë të gjitha këto. Kam tentuar të bëj dhe portrete. Dhe nuk e di se kam arritur, po ishte një kënaqësi që të merrja pjesë në këtë ekspozitë. Gratë e shoqatës tonë janë gra shumë të zonjat, kanë shumë pasione, din të bëj shumë gjëra dhe unë si antare bordit bëj një thirrje grave të kenë kurajon, të vinë, të provojnë, të bëjmë gjëra shumë të bukura, aktivitete të shumta, siç kemi bërë deri më sot, sepse aty shpalosin vlerat e tyre, se gruaja gjithkohon, siç e dim, me punë të shtëpisë, me fëmijë, familje, punë për të prurë të mirat materiale, kështu ka ngarkesë, po në shoqatën tonë, ato do të gjejnë një moment të rehatie, relaksi, ku të gjitha ato ndjenjat jo të mira, mund të them, pak të stresuara kur janë, mund të relaksojnë shumë bukur duke bërë këto aktivitete. Meqense në shoqatën tonë, gratë e detarëve shqiptar, Laskarina Populina ka shumë zonja të cilat kanë pasione të ndryshme dhe shumë bukura, merren me pikturë, merren me fotografinë, merren me punime artistike, shkruajnë libra me poezi, kemi pasione edhe në kuzhinë, edhe në kopshtarie, në të gjitha. Dhe kemi paraqitur këtu të gjitha punimet, një pjesë të punimeve, sepse kemi punimet dhe kemi organizuar edhe ekspozitat të tjera.